Kolegji i posaçëm i apelimit kalon në fuqi vendimin e KPK për shkarkimin e ish prokurorit Xhevahir Lita. KPK kishte vendosur për Lita më 4 shtator 2024 shkarkimin nga detyra. Prokurori Xhevahir Lita u arrestua për korrupsion dhe krim të organizuar gjatë operacionit të koduar Metamorfoza në korrik 2023 dhe pak ditë më vonë u pezullua nga detyra me vendim të Këshillit të Lartë të Prokurorisë KLP. Kërkesa e firmosur nga Altin Dumani, i cili nuk është më de jure drejtuesi SPAK, drejtuar Kuvendit për Belinda Ballukun, është qartazi një përplasje politike me Edi Ramën. Altin Dumani në shkresën e fundit si drejtuesi prokurorisë speciale ka rritur dozën e akuzës, duke i marrë mbar të gjithë tenderët për t'i cilësuar si të trukuar dhe me shkelje ligjore. E gjithë kjo, më shumë se sa një lëvizje juridike për siguruar provat e duhura për një rast penal të veçantë, është një sulm politik ndaj qeverisë dhe përkatësisht një sfidë ndaj Edi Ramës. Nuk ka më dyshim se për këtë luftë që ka ndërmarrë kreu i larguar i SPAK, ekziston nxitja e ndërkombëtarëve, posaçërisht e amerikanëve. Por kleçka këtu është se cili është objektivi apo objektivat e kësaj lufte. Duket se amerikanët kanë kaluar në pikën e dytë të planit, ose në planin B, i cili konsiston siç duket në zbritje në fushë të Altin Dumanit si një lojtar i fortë publik, si rival politik i Edi Ramës. Siç duket, kjo lëvizje po merr formë dhe duhet që shpejt të kthehet në një manovër konkrete, ata se që Dumani ka në mbështetjen publike. Me një fjalë, jemi në një fazë ku Dumani po bëhet gati të zbresë në fushë si lider i opozitës dhe alternative Edi Ramës. Nuk kanë fund skandalet me Reç Byberin e Tropojës, edhe pse ka vjedhur miliona, sërish drejtësia avion të jetë e dobët përballë tij. SPAK arriti ta jetojë dhe e vendosi në arrest shtëpie, por gjërat kanë ndryshuar rrugës dhe Byberi sot është kthyer atje ku ishte, në detyrë dhe i plot fuqishëm. Më 4 mars 2025, SPAK dërgoi për gjykim kryetarin dhe zëvendës kryetarin e Bashkisë së Tropojës, Reç Byberi dhe Abedin Kërnaja, akuzohen për veprën penale shpërdorim detyre, më shumë se një herë e kryer në bashkëpunim. Por edhe pse kanë kaluar 9 muaj nga dorëzimi i dosjes në GKK, ende nuk ka nisur gjykimi. Janë zhvilluar mbi 15 seanca dhe gjyqtarja Irena Gjoka nuk e kalon çështjen për gjykim. E njëjta gjyqtare ndryshoi dhe masën e sigurisë duke liruar Byberin nga arrest shtëpiak. Por duket se vesi del me shpirtin. Sipas burimeve të pamfletit me rikthimin në detyrë, Byberi ka filluar avazin e vjetër, atë të abuzimeve me tenderët. Këshilli Bashkiak i Tiranës i ka kërkuar SPAK-ut dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve të lejojnë kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj që të marrë pjesë fizikisht në mbledhjet për konsultimin dhe detajimin e projekt buxhetit 2026 për qytetarët. Sipas kërkesës, pjesëmarrja e Veliajt për konsultimin dhe detajimin e projekt buxhetit është një proces i përcaktuar si detyrim ligjor nga legjislacioni për vetëqeverisjen vendore. Në kërkesë, anëtarët e Këshillit Bashkiak theksojnë se prania e kryebashkiakut është e detyrueshme për të garantuar bashkëpunimin me Këshillin për çështje me interes publik. Bashkimi Evropian ka filluar heqjen e disa masave ndëshkuese ndaj Kosovës të vendosura në vitin 2023, duke liruar fondet për disa projekte, por shumë të tilla mbesin akoma të bllokuara. Lajmin e bëri të ditur zëvendës kryeministri i parë në qeverinë e Kosovës në detyrë, Besnik Beslimi, pas një letre zyrtare që ka pranuar nga drejtori i përgjithshëm për zgjerimi i Bashkimit Evropian, Gert Jan Kopman. Sipas letrës së publikuar nga Beslimi, janë liruar mjetet financiare për 4 projekte, si rrjedhoja e saj që është vlerësuar, transferimi i dur i pushtetit lokal në veri pas zgjedhjeve lokale të 12 tetorit. Mediat e huaja raportojnë se kundërshtari më serioz i mundshëm i Volodymyr Zelenskit në zgjedhjet për president mbetet Valeri Zaluzni. Zaluzni, i lindur më 8 korrik 73 në Novograd Volinski, një qytet me rrënjë të forta ushtarake. Zaluzni ka ndërtuar një karrierë të shënuar nga meritokracia në ushtrinë ukrainase dhe lidershipi vendimtar në fushën e betejës. Ai studioi në Akademinë Kombëtare të Mbrojtjes së Ukrainës dhe në Akademinë Kombëtare të Ostrohut, duke marrë një diplomë master në marrëdhënie ndërkombëtare. Zaluzni shërbeu si shef i forcave të armatosura nga korriku 2021 deri në shkurt 2024. Ishte një figurë qendrore në reformën e forcave të armatosura ukrainase, duke i përshtatur ato me standardet e NATO dhe duke i larguar nga doktrinat ushtarake të epokës sovjetike. Presidenti i SBA-ve Donald Trump ka urdhëruar një blokadë totale dhe të plotë të gjitha cisternave të naftës të sanksionuara që hynë dhe dalin nga Venezuela.
Në një postim në Truth Social, ai tha se qeveria e Nicolas Maduros është shpallur organizate huaj terroriste dhe akuzon për vjedhje të aseteve amerikane. Trump e akuzoi gjithashtu Caracasin për terrorizëm, trafik droge dhe trafik njerëzor. Sipas tij, prania ushtarake amerikane do zgjerohet edhe më tej dhe do të jetë e pranishme si kurrë më parë në histori. Deklaratat vijnë një javë pasi SBA-t sekuestruan një cisternë nafte pranë brigjeve të Venezuelës. Shtëpia e bardhë tha se anija, e quajtur Skipper, ishte e përfshirë në transport të palishëm nafte dhe do dërgohej në një port amerikan. Turistëve mund të kërkohet së shpejti të paguajnë një bilet prej 2 eurosh për të vizituar Shatërvanin Trevi, një nga kryeveprat më të njohura arkitekturore në qendër të Romës. Sipas agjencisë italiane të lajmeve ANSA, masa pritet të hyjë në fuqi nga 7 janari, ndërsa nga pagesa do të përjashtohen vetëm banorët e përhershëm të kryeqytetit italian. Në muajt e fundit, autoritetet e Romës kanë vendosur tashmë kufizime për fluksin e vizitorëve, duke lejuar jo më shumë se 400 persona njëkohësisht pranë Shatërvanit, i cili u ndërtua rreth 3 shekuj më parë. Qëllimi i këtyre masave është mbrojtja e monumentit dhe menaxhimi i turizmit masiv në një nga pikat më të frekuentuara të qytetit.